Sot me neve, knacita kemi psikologun klinik, psikoterapistin Petrit Taçi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje juve, mirë se u gjej dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe ju që pranuat, se dim që jeni mjaft të angazhuar, por gjithsesi cilit dhe njëherë faleminderit që gjeni kohë edhe vini bashkë këtu me ne. Unë urrej të shpresoj që gjithë dëgjuesit, ata që po na dëgjojnë dhe ata që na ndjekin përmes rrjeteve sociale, mos harrojnë të pëlqejnë faqet tona zyrtare në Facebook dhe në Instagram Radio Kosova, po ashtu ta bëjnë subscribe kanalin tonë zyrtar në YouTube, ku me të kliku tek Radio Kosova, me ta bës subscribe, i keni videot ku edhe intervistën e plot të ditës së sotme do e gjeni pas dite edhe do të mund ta dëgjoni të plot. Faleminderit edhe diasporës dhe gjithë atyre kudo në botë që janë me RTK Radio, programin e dytë duke na dëgjuar përmes internetit në www.rtklive.com. Atëherë Petrit, mjaft e rëndësishme me ditë dhe me njoft veten tonë, mendjen tonë dhe me ato se çfarë po ndëgjojmë çdo ditë me të ftuar, shumë i habitshëm fakti që depresioni lidhet aq shumë me fëmijërinë tonë sa edhe mos me ta marr mendja. Do të thotë që nga mosha 0 deri në 6 muajsh, edhe tek gjiri nënës, siç tregoi edhe psikiatri doktor Kutlovci, që nëse nëna e injoron, do të thotë fëmijën ka shumë predispozita pastaj në ato 5 fazat e fëmijërisë së hershme që kur të rritet edhe të zhvillohet tek ai depresioni. Para se të kalojmë tek psikoterapia, si e thot psikologjia, çfarë është depresioni? Atëherë po nista prej bazës pyetjes tonë, normal unë gjatë përvojës time që 10 vjet të trajtimit pra si psikoterapeut në për shumë gjendje diagnostike edhe në për elementet e depresionit kam arritur të kuptoj që shumë shpesh prej këtë depresioni kur atakohen marrëdhëniet me njerëzit, marrëdhëniet e rëndësishme dhe realisht baza si është krijuar në fëmijërinë e hershme të atashimit ose deatashimit të kësaj plotënie të asaj nevoje psikologjike dhe emocionale që është e lindur bashkë me neve, thot shumë edhe lani bazament shumë të rëndësishëm për mënyrën se çish kena mu qasna dhe çish kena mi trajtu ose çish kena mi procesu, pastaj marrëdhëniet e mëvonshme ndër njerëzore dhe shkputjet, humbjet, ku ta di braktisjet e njerëzve ose marrëdhëniet e këqija në raport me ta. Psikoterapia do desha të ndalesha vetëm pak se është shumë është i rëndësishëm ky fakt. Në të kaluarën, nëse i kujtojmë nënat tona, gjyshet tona, do të thotë kanë qenë në një fazë kur edhe kanë kaluar depresion, nuk e kanë ditë që është depresion, nuk e kanë ditë që ai mund të trajtohet, mund të shërohet, por janë paragjyku, janë stigmatizuar duke u quajtur si të çmendura, si dembele, si përtacet, pa kujdesshme, nuk është diçka në rregull me to. Kur është krejt e kundërt ajo se çfarë po kalon edhe me marrëdhënie, duke pas parasysh që kanë jetuar edhe në bashkësi ku ka pasur shumë dëshira, shumë kërkesa, ajo tradita jonë, edukata patriarkale ka ndikuar dukshëm shumë dhe ja ku jemi sot. Sot fatmirësisht flitet hapur, njohim di pak më shumë. Shoqëria jonë është, ta themi kështu, pionere në farë forme në njohjen dhe trajtimin ose në rehabilitimin e çështjeve të ndjenjave, të emocioneve, të motiveve. Deri vonë për familjet tona më shumë është dëgjuar fjala duhet, e bëre, se bëre, e ke bë mirë, se ke bë mirë, e kam pa të tjerët, se kam pa të tjerët, por shumë pak ka qenë e kulturës ose e dijes me pyet si po ndihesh ti, çka ke menduar ti, çka po të mundon ty në farë forme, edhe normal çdo gjendje që ka kalu jashtë pritshmërive sociale, jashtë pritshmërive familjare, jashtë atyre rregullave që janë caktuar në farë forme në formë arbitrare prej familjes rrethet, janë cilësuar si çrregullime ose janë cilësuar si sjellje jo fisnike, si denigrime në farë forme, dalje nga rendi, dalje nga rregulli, dalje nga mendja në farë forme, edhe ky koncepti më i çuditshëm dhe më i frekshëm për shumë njerëz, për shumë klientë dhe sot ajo çmendja. Shumë kemi keq kuptim këtu, pra njeriu është një qenie komplekse, ka emocionet e veta, ka ndjenjet e veta, ka kujtesat e veta, ka barrat, ka përgjithësitë e veta, dhe shumë e zakonshme, shumë natyrshme, jo në secilin moment jetë në shkëlqësinë më të mirë, jetë në performancën më të mirë të tij, në farë forme. Prandaj këtu na vjen një qasje shumë humane, shumë njerëzore, edhe shumë me mirë kuptim realisht. Dhe përmend aty që shumë herë jemi bazuar se çfarë do thonë të tjerët apo si ndihen të tjerët, asnjëherë pa e pyetur veten tonë. Dhe fatkeqësisht ende edhe sot pa vetë dijen tonë, ne vazhdojmë të jetojmë se çfarë do të thonë tjerët. Prej kur zgjohemi në mëngjes, kur përgatitemi për punë, ajo e para që na sillet në mend shumicës prej njerëzve është si të dukem, si të më shohin më mirë, pavarësisht që ndërsa shpirti atë ditë po të bërtet nga brenda që po flas për shembull për femnat sot nuk e dua grimin. Dhe është shumë e natyrshme, pajtoheni edhe ju si psikoterapist, si psikolog, që ndonjëherë bën edhe pa grim të dalim, bën edhe
Për të pa rregulluara mirë të dalim. Ta dëgjojmë atë zërin tonë të brendshëm, por kjo vlen edhe për gjininë mashkullore. Gjithsesi, unë po e theksoj, domethënë njeriu është konstrukt edhe fizik, është konstrukt edhe emocional, psikologjik, po edhe social. Në farforme të gjitha këto konstrukta do të tentojnë të menaxhojnë në formë më të mirë të mundshme, po jo gjithë secilën ditë ka me mujt të gjitha konstruktet me mbajt të plota. Ne mjafton ndoshta të dalim dhe të shohim kulturat evropiane, pra nëse shëtisim në një shesh të një qytetit të madh në Gjermanisë, në Austrisë, diku në Evropë, ne do e vrejmë që kemi shumë raste ku vajza dhe djem nuk dalin aq shumë të kuruar, të rregulluar me make-up në farforme. Dalin me rroba momente në farforme, jo shumë nashta të krejër, jo shumë të rregulluar në këtë pjesën. Pra ata kanë gjetë një falloj paqe të brendshme, kanë arrit me kuptu që Chelsea i një jetë të lumtur, një jetë të begatë është paqja me veten, harmonia me veten, edhe prioriteti i gjonave që vetja joni kërkon, që vetja joni ndjen sipas momentit. Madje kjo reflekton edhe nga jashtë. Unë e kam provuar vetë një gjë të tillë dhe të bëj ashtu se si ndihem, sepse prej kur kam filluar ciklin e emisioneve dhe vetë po ballafaqohem me sulmet e panikut me ankthën dhe kam thënë edhe po flas çdo ditë të hapur që ta kuptojmë edhe të mundohemi së bashku ta trajtojmë, ta gjejmë zgjidhjen më të mirë duke marrë informacione të sakta dhe të drejta nga vetë ju njohës të kësaj fushë. Dhe kam vrejt që fillimisht e kam pasur atë frikën që mos do të paragjykohem nëse dal ndonjë ditë ku nuk jam e rregulluar fare apo me rroba ashtu siç kam qenë në shtëpi edhe dal dhe e kam vrejt që jam ndi më me paqe me veten dhe nga jashtë nuk jam vrejtur fare se çfarë kam veshur, a kam pas apo s'kam pas grim, sepse ai disponimi pastaj i brendshëm reflektonte nga jashtë dhe njeriu nuk vrehet fare qoftë edhe në emisione të drejtë për drejta je me grim apo pa grim. Përderisa ka momente kur stepemi aq shumë ose e ngushtojmë veten aq shumë, ndihemi aq në siklet që sa do të kesh vënë grim apo sa do të jesh rregullu, ti e ke një bezdi, një siklet nga brenda që reflekton edhe nga jashtë. Qoftë edhe me nervoz ndonjëherë. Po për atë ne shumë shpesh domethënë projektojnë ndjenjat tona dhe generalizojnë ndjenjat ose nevojat tona momentale. Çfarë ne kemi nevojë të marrim nga njerëzit, pretendojmë që edhe njerëzit kanë nevojë në ato momente me marr prej neve. Por jo gjithë secili neve që na takon për ditëshmëri dhe ka relacione me neve, jo gjithë secili ka nevojë për mënyrën se si kemi dhënë forma vetullave tona, se si kemi dhënë forma flokëve tona. Ata kanë nevojë për energjinë tonë, për komunikimin me neve, për çata që na shkëmbejnë, për çat interaktivitetin social dhe emocional. Janë pastaj relacione në gishta të numëruara, edhe në momente të veçanta që ndoshta mund të kenë nevojë edhe për çat vallë aparencën e madhe fizike në farforme ose për çato zgjedhjet individuale se çka kërkon edhe çka pret prej teje si person, po jo masa e tërë, jo kolektivi i tërë, jo familja e tërë në farforme. Pra, kjo është ajo pjesa që ne duhet të më vëdësu që kjo që ka të bëjë me mua, a ka të bëjë edhe me tjetër, ose ajo që ka të bëjë me tjetër, a ka të bëjë edhe me mua, dhe me bën një vallë diferencimi mes asaj çka un po kam nevojë dhe çfarë mund të tjetë ka nevojë, se çfarë tjetër ka nevojë dhe çfarë un kam nevojë në këto momente prej tyre dhe anasjelltas. Kjo është një dallim i madh. Psikologjia, si e thot, sepse nga psikiatri dëgjuam se si ata e vlerësojnë dhe e shohin kur një njeri është në depresion. Ju psikologët, psikoterapistët, kur e vreni që një person po ballafaqohet me depresionin? Atëherë psikologjia për dallim pra prej psikiatrisë, e cila është degë mjekësisë dhe tenton me i trajtu dhe me i mërtu problemet psikologjike në kontekstin mjekësor, pra duke tentuar me gjurmu dhe me ditë për mënyrën se si kimikatët e trurit neurotransmetuesit po luajnë me dinamikën e brendshme në farforme dhe po japin shfaqjen emocionale të cilës individit. Psikologjia tenton me pa si dinamik psikologjike, si dinamike perceptimit dhe ndjenjave, si dinamike memorie, si dinamike përvojave në farforme. Dhe ne e cilësojmë kur shohim që te personi po shoqërohet në ndjenje vazhdueshme, të paktën për 2 javë fillimisht, një ndjenje vazhdueshme dëshpërimit, e lodhjes së thellë motivacionale edhe fizike, e një humbje se pikpyetje e kontekstit ose konceptit për jetën, pra një dëshpërim, një pamje ta themin thojza e zezë se çfarë është jeta, çfarë është kuptimi i saj, çfarë un mund të bëj, çfarë mund të jap edhe çfarë mund të marr. Pra ndihemi të pavlerë, kur bien disi të gjitha këto koncepte, pra bien jeta nuk ja vlen, un nuk kam fuqi të jap diçka, janë të padrejtë të tjerët, nuk më kanë dhuruar dashuri, nuk po pritet mirë këto në farforme, ndoshta më mirë të mos isha, po flasim kjo për depresionin madhor realisht. Pra i fajsojmë të tjerët në këtë rast? Shumë shpesh depresioni po. Kemi vrejt për dallim, në ankth njerëzit fajsojnë më shumë veten e tyre.
Tani varet edhe çfarë se secila prej diagnozave të mëdha si titull depresioni ankthi ka atë spektrin e tyre, ka atë fushën e tyre, pra sikur më thon depresioni është një pallat i madh, po ai ka dhomat e tij, dhe ankthi është një pallat i madh, po ai ka dhomat e tij, varësisht prej kontekstit që ka. Ta zëm nëse ankthi flitet për ankthin e performancës, ankthin e profesionit në forme, sa do jam i suksesshëm, sa kam arrirë në karrierë, realisht po kemi fajsim të vetes. Kur flasim për ankthet që kanë të bëjnë me shëndetin, me vdekjen, ose ankthet që kanë të bëjnë me çmendjen, ose ankthet specifike, fobit specifike nga një qen, nga një kafshë tjetër, realisht atëherë ndryshon pak gjendja. Po realisht, pra ankthi ka të bëjë me një tendencë ose një nevojë të madhe për të kontrolluar çështjet, si shkak i frikës mos na dalin nga kontrolli, pra mos del nga kontrolli shëndeti, mos del nga kontrolli puna dhe suksesi, mos del nga kontrolli marrëdhënia që kam kriju, por gjithmonë është i frikë, çka nëse m'lan, çka nëse humbi, çka nëse se bëj në farforme. Por kjo është frika, kjo është ankthi. Tani varësisht, kurse depresioni ka më shumë të bëjë me kthim ka e kaluara jon dhe ka rrugtimi jon, çfarë kam bër unë dhe çfarë kam marrë unë, pra, për se kam bër mirë, o sikur ta bëja më mirë në farforme, shkoj tashmë nuk kthehet. Pra është kemi dëshpërim, kemi zhgënjim, kemi pikëllim për ato çka kemi bërë dhe që nuk e kthejna dot. Pra ankthi është i orientuar nga e ardhmja, kurse depresioni më shumë është i orientuar nga e kaluara. Stresi kulminant është i orientuar ka e tashmja, ose ekuilibri, nëse na arrijna me menaxhu tashmen me objektivat tona, prioritetet tona të ndara, saktë dhe qartësuara. Dhe psikoterapia pa dyshim që na ndihmon. Ku duhet të trajtohemi tek psikoterapisti? Po në çdo kohë kur ne shohim që ndjenjat tona, mendimet tona, përditshmëria jon po ndryshon në mënyrë të theksuar nga derisa ishte deri tash, dhe po cënon funksionimin ton të mirëfillt, qoftë funksionimin ton me trupin ton, se si ushqemini, se si flemni, se si zgjohemi, se si kujdesemi për pastërtinë ton, qoftë që dëmton ose vën në pikpyetje aspektin social, por nuk e kemi motivin të krijojmë relacione, të mbajmë relacione, të takohemi, të dalim, të shkëmbejmë një farforme, qoftë në kontekstin e punëve dhe aktiviteteve përgjithësive tona, qoftë në kontekstin e disa planeve që ne jetojmë gjithmonë me to, pa marrë parasysh në çfarë stadi jetësor jemi, në çfarë moshe jemi, do duhej psikologjikisht ta keshim një fallë vizioni se çka mas një muji, çka mas 2 muaj, çka mas 3 muaj. Pra, nëse këto fusha afektohen, janë zymtësu, atëherë ne e shohim që kemi nevojë për një trajtim, dhe normal vizitat e para kishin me qenë mirë me qenë te një psikolog ose psikoterapeut, jo për faktin pse du me vënë në prioritet profesionin tim, po sepse qasja e psikoterapeutit dhe psikologut është qasje më emocionale, është më psikologjike, është më e natyrshme si qasje në farforme, nuk sheh klientin menjëherë si pacient, si të sëmur në kontekst mjekësor, shef diskuton me ta, dhe nëse shkalla e atij degradimi mental ose emocional atëherë ka avancu sa në këto faza të shihet e arsyeshme ndikimi edhe i psikiatrit, ne referojmë dhe sugjerojmë që bëj një vizitë, bëj një konsult edhe me psikiatrin, dhe tek e fundit mund të bëhet edhe një trajtim i përbashkët, pra edhe me medikamente që përshkruan mjeku psikiatër dhe jo psikologu, dhe me psikoterapi. Ishim duke folur tek depresioni, pikërisht te ai momenti kur edhe e kuptoni që kur njeriu ka nevojë, dhe ndonjëherë edhe në koordinim bashkëpunim edhe me psikiatrin, shkon bashkë medikament edhe psikoterapi. A ka raste kur depresioni mund ta kalojmë edhe pa terapi, po flas pa medikamente, por vetëm me psikoterapi? Tani ne përmendëm fillim, domethënë që depresioni dhe gjitha diagnozat tjera janë një spektër i gjerë. Kur flasim për momente, ta themi akute ashtu ose depresivitetin madhor, depresioni madhor, përfshin pra 1-2 javësh ku realisht gjërat janë përkeqësuar kaq shumë në aspektin mental dhe emocional, dhe mund të kemi aty edhe tendenca të vetlëndimit dhe vetdëmtimit, mund të shoqërohet me ide për për suiciditet, dhe në këto raste për vetvrasje, pra dhe në këto raste preferohet ose sugjerohet, rekomandohet pra që mos të kaloj kjo gjendje pa ndihmën edhe pa monitorimin e një mjeku psikiatër, për shkak që medikamentet që jipen dhe
dhe shënohen në farforme ndihmojnë me bë edhe që bazamentin e rëndësishëm fiziologjik neurokimik, pra të përshtatshëm pastaj për një transformim më të thellë psikoterapeutik. Por normal, jo çdo shkallë depresionit, jo çdo gjendje depresive ka nevojë patjetër domosdoshmërisht për trajtim me medikamente. Psikoterapia është zgjedhësi final, ta kuptojmë këtë pjesë në farforme, prapë them jo për të bërë anim ose kazim, ka një profesion ose ka një qasje të saktuar, por psikoterapia është transformim, sepse psikoterapia tenton me hy të rrënjët emocionale, të kujtimet tona, të përvojat tona dhe të konceptet që kanë bë ato ngjarje me i kriju në një formë të papërshtatshme me mirëqenien tonë të tashme. Pra për dallim prej atij spektrit të medikamenteve që tenton me kriju një bazament neurofiziologjik të përshtatshëm, psikoterapia hyn në detaje të dinamika jonë shpirtërore, të dinamika jonë jetësore dhe tenton me rirregullu ato koncepte të deformuara. Pra nëse ne marrim vetëm medikamente, po nuk hym në procese të tillë ku zbrazim bagazhet tona emocionale, ridefinojna zbrasitë tona emocionale, ridefinojna konceptet të deformuara, ekziston rreziku i madh, ta themi kështu thojza rreziku, ekziston rreziku i madh që pas një kohe të përfundimit të terapisë ne gradualisht të rikthehemi prapë në çat formulë të menduarit. Pra psikoterapia tenton me zgjidh formulën e të menduarit, formulën e ndjenjave, kurse pjesa psikiatrike tenton me bën ndihmën mjekësore për atë fazë një farforme akute dhe shumë problematike. Sa herë në javë praktikohet psikoterapia kur trajtohet depresioni? Po në shumicën e praktikave botërore në farforme, një psikoterapeut në shumicën e diagnozave takohet një herë në javë me klientin e tij, pra një takim në javë është i mjaftueshëm sa për të mos u shkaktuar shkputje prej procesit, as sa për të mos u kthy procesin në një dialog miq në thojza, e cili kish me hub kuptimin. Pra, një herë në javë është mjaftueshëm sa për të reflektuar klienti me veten e tij, me zbrazat të pjesë emocionale në zyrën e terapistit, edhe pastaj ato që ka marrë me vete, një farforme me i pa se si po funksionojnë gjatë javës në vazhdim. Dhe pastaj vazhdon procesi dhe tenton kështu javë pas jave më na gradu në nivele më të larta emocionale dhe në një qetësi më të lartë me veten tonë. Edhe pse çdo gjë siç e treguat është individuale varësisht nga ne si jemi rritur, si jemi kriju, si jemi ndërtu, desha them, si personalitete, si karaktere, por edhe çfarë kemi kalu nga traumat tona të mëhershme, rrethi, familja, shoqëria, profesioni, por a ka të themi ndonjë kështu themi aty ku edhe jeni bazu nga ato përvojat e mëhershme që kanë rezultuar të suksesshme deri në sa javë, deri në sa muaj trajtim kanë rezultuar të themi në shumicën e rasteve. Tani normal, ajo që e përbashkon këtë përgjigjen prapë them emëruesi përbashkët është që gjithçka është individuale dhe ne nuk mund të flasim për një numër të saktë seancave, por në shumicën e qasjeve realisht pretendohet që pas 7 takimeve të para vetëse me fillu me u vrejt pak një filloj ndryshimi i lehtë, pastaj ajo mund të marrë dikun mund të shkojë 15 seanca, dikun mund të shkojë 20 seanca, pra krejt varësisht prej edhe resurseve tjera ku mund të mbështetet të klienti. Pra ndryshe punohet me një klient që një herë në javë, pra një herë në javë. Ndryshe punohet me një klient që ndoshta resurset sociale i ka të bollshme, ka njerëz që shoqërohet, ka njerëz që ndihmojnë, ka njerëz që mbështesin, ndryshe kur flasim për persona që ndoshta nga partnerët e tyre, nga familja. Ndryshe kur flasim për një pjesë që ndoshta shumicën e ditës e kalojnë vetë, janë larg familjes, apo kanë braktisur disa persona të rëndësishëm ose ata ose kanë humbur në një fatkeqësi, në një rrethon ku më ditë të caktuar jetësore, pra shumë faktor hyjnë në këtë filloj pjesën e suksesit në kohë të psikoterapisë brenda asaj çfarë trajton tani klienti. Pra, te kalimit të gjendjes së depresionit. Për ndryshe, jo rastisht edhe bëra pyetjen që dëgjuesit tanë dhe ata që na shiqojnë mos ta humbin durimin që pse nuk po më kalon, është bërë 1 muaj, është bërë 2 muaj, dhe nëse bazohemi 20 muaj, një herë në javë, i bie 20 javë, ti veç se duhet kesh durim pak më shumë, apo tek java e 7, i bie tek në javën e 7 të psikoterapisë veç e vren ndryshimi. Se ndonjëherë jemi të prirur të themi ashtu që sidomos kur jemi të ngarkuar emocionalisht, mendrisht, shpirtërisht që i duam gjërat më shpejt. Përderisa kjo kërkon kohë edhe krijon edhe hapësi, do të thotë hapësirë, e ne zakonisht friksohemi, sidomos persona që ju shoqëron edhe ankthi edhe depresioni, ata kanë frikën më të madhe nga vetë frika që e kanë. Tek
Në Kosovë, me atë se çfarë po sheh dhe me punën që po e bën, po janë të vetëdijshëm, po kërkojnë mjaft trajtim? Unë në këtë përvojën time 10 vjeçare, realisht pra prej vitit 2017 gati 10 vjet po bëhen trajtim të përditshëm me klient, kam një fluks të konsideruar të klientëve. Normal, ne psikoterapeutët nuk mund të marrim shumë klient brenda ditës sepse seanca jonë është 60 minuta, 50 minuta, kanë herë edhe më shumë realisht, varësisht prej nevojës, por unë shoh që ky fluksi në qendrën time vërtet është një fluks i njerëzve stabil. Cila qendra ku punoni ju? Unë kam qendrën time private, pra qendra për trajtim psikoterapeutik dhe këshillim Petrit Thaçi. E gjejmë tu në kryeqytet? Është në kryeqytet tek rruga C, realisht, pra po besoj që dhe orientohen lehtë, kemi të hapura profilet, qoftë në Instagram, qoftë fanpage-et tona, qoftë në Google, realisht, pra mund të qasen shumë lehtësisht. Dhe unë shoh që kemi një fluks të personave mesatarisht stabil, që nuk ngutën shumë proces, e pranojnë këto udhëzimet tona dhe paralajmërimet tona fillestare që kjo nuk është një prishje ndreqje, hajde pe prishim ose hajde pe ndreqim. Kjo është një proces transformimi dhe po flasim për formulën tonë që kena me marrë me vete gjatë krejt udhëtimit tonë jetësor dhe nëse për diçka vlet të punohet, unë besoj që vlet shumë të punohet për këtë pjesë. Dhe kjo është një recept kur mësojmë për diçka që na pëlqen për një ëmbëlsirë të mirë, në receptin nëse e marrim një herë do ta kemi gjithmonë. Dhe sa herë na ka ëndja ne e kemi aty edhe. Kështu është njëjtë edhe me ankthin kur unë e shoh nga vetja ime në të kaluarën me sulmet e panikut, u ballafaqoja me antidepresant e me shumë ngarkesë tjetër përderisa tashmë edhe pse ishin shumë më të forta, ndoshta sidomos me humbjen e më të dashurve evrej që me ato që i kam mësuar, me ato taktika, me ato praktika, te kalohet edhe pa medikament kur ka natyrisht edhe për kraje edhe kur din me kërku ndihmën edhe kur e flet hapur problemin tënd që edhe na mundon sepse jemi njerëz dhe nëse bazohemi që çdo i treti njeri përjeton ankth, kështu që i bie që është mjaft e shpesh dhe e zakonshme, andaj nuk duhet të turprohemi aq më shumë për me kërku ndihmë nga psikologu, psikoterapisti apo edhe psikiatri, neopsikiatri, janë gjithat mirë së ardhura. Nga cila moshë mund të praktikohet psikoterapia? Prej cilës moshë do të thotë mundet me fillu, sepse kemi edhe në faza të hershme që mundet me kalu depresion, edhe deri në cilën moshë të shtyer. Po zakonisht unë jam i profilizuar, domethënë dhe punoj me moshat mbi 16 vjeç tutje, pra çështja ime edhe zhvillimi im psikoterapeut në fushën e psikoterapisë është e dizajnuar për moshat e rritura, por kemi praktika të trajtimit të psikoterapisë, të këshillimit prej moshave shumë të hershme, në farë forme prej 3 vjeç tutje, realisht ku përfshihen më shumë jo vetëm gjendjet emocionale, po edhe disa çrregullime neurozhvillimore ku ka nevojë për stimulim ose disiplinim dhe psikologët e kësaj fushë pra ndjekin ato praktikat e përshtatshme në bazë të gjendjeve që kanë realisht klientët e tyre. Sepse rrallë herë kemi ndëgjuar se po moshat e shtyera me kërku psikoterapi në vendin tonë. Tani nuk ka një rregull që përcakton një kufi. Pra ti edhe me 90 vjeçar mundesh me shku. Absolut, kjo varet krejt prej qasjes personale. Në kulturën tonë nuk ka që shohim se moshat e shtyra i qasen shumë psikoterapisë, i pritojnë por pritojnë me qëndru shumë gjatë në proces. Shumë shpesh pritjet e tyre janë të marrin medikamente dhe ta zgjedhin çështjen me medikamente. Ka raste e vjen vjerën. Po ekzistojnë edhe raste të tilla. Ekzistojnë edhe raste të tilla, tani normal familja është ajo celula kryesore. E kanë atë paragjykimin, atë frikën që kanë me mendu njerëzit që janë të çmendur sepse tek moshat e shtyera kjo është më komplekse, më duket. Tani prapë them, është individuale dhe varet se si e kanë kuptuar. Unë konsideroj që këto 3-4 vitet e fundit është fol shumë për psikoterapinë, për psikologjinë, sidomos unë kam kriju bindjen që jam përditshmëri me këtë pjesë, pra prej kohës së izolimit të pandemisë dhe nevojës që psikolog dhe psikoterapeut me qenë prezant shumë nëpër media me ndihmu masën, është kriju një koncept shumë më i qartë se çfarë është psikoterapia, çfarë është çmendja, çfarë është smundja mendore, çfarë është vetëm një gjendje kritike, problematike, një ngarkesë emocionale dhe unë konsideroj që shumë prej qytetarëve tashmë dinë me baqet dallimin mes asaj
e çmendur ose ngarkesë emocionale, në fakt po e them edhe unë këtu, çmendja nuk ekziston në konceptin e mjekësisë. Ne të tjerët që nuk njohim rrethonat dhe dinamikën e një personi tjetër që sillet në një formë ndryshe prej neve, priremi ta quajmë të çmendur, po në fakt nëse analizojmë dhe ndalemi në historinë e secilit prej këtyre që ne i cilësojmë edhe të çmendur në përditshmërinë tonë, shohim që nuk po flitet për çmendje, por shohim që po flitet për deformim të aftësive tona ose egzagerim të disa aftësive tjera për shkak të disa përvojave. Popullojnë thot një fjalë, thot, të ka djeg qumshi tash i frynë edhe kosit. Është shumë e vërtet kjo dhe traumat janë vërtet shumë të rënda dhe lënë shumë gjurmë në vetën tonë. Unë e kujtoj edhe divorcin tim para 20 vitesh dhe kur po atakohesha pas lindjes dhe ishim në Gjakov që ka qenë një luftë shumë e ashpër që ka ndodhur dhe ballafaqimi me luftën duke parë aty edhe kufoma si një 19 vjeçare natyrisht që ka qenë e rëndë lindja e fëmijës të parë dhe ato përjetimet e para të sulmit panikut dhe të ankthit, natyrisht që u paragjykoja shumë nga rrethi, sidomos në një vend si ishte Gjakova, por edhe nga ish bashorti, unë ende kam traumë dhe pse 20 vite divorc, do të thotë fati që nuk e shoh shpesh se më kujtohet që unë do të çmendes, sepse vazhdimisht më thoshte që ti je çmend, to janë shenja që nuk je normal se qysh njeri tu të piskfilti. Edhe kemi atë frikën që kanë me ta vesh atë këmishën e bardhë nga ato filmat. Dhe këto janë ato trauma që unë sa herë shoh filma apo diçka të tillë, më kujtohet ajo skende është diçka me të vërtet shumë e frikshme. Kështu që të kemi kujdes se nga kusht i pranojmë fjalët, sa kanë ata njohuri për gjendje të tilla, sepse një njeri i rëndomtë i zakonshëm që nuk ka studiu psikologji apo psikiatri apo neuropsikiatri nuk mundet edhe me na dhoni një diagnose apo si do të përfundojmë. Desha edhe ndërlidhem tek sepse dëgjojmë psikoterapia trupore dhe shumë lloje të tjera të psikoterapive që praktikohen, cilat janë ato metodat që praktikohen pikërisht lloji psikoterapisë për depresionin, është i ndarë apo shkojnë në kombinim? Çështjet psikoterapeutike janë të ndryshme, në farforme në bazë të punës shkencore dhe praktike në për klinikat botërore të psikoterapeutëve të caktuar që kanë tentu me themelu taknika ose një filozofi të interpretimit të problematikës së caktuar në farforme. Unë jam i certifikuar në psikoterapi pozitive, jam duke u specializuar edhe në psikoterapinë trupore që ju e përmendët. Psikoterapia trupore tash, edhe pse unë akoma nuk jam certifikuar si psikoterapeut trupor, por jam në fazat finale, tenton me pa komplet personin si tërsi dhe me përfshi dhe trupin e tij, se shumë shpesh kur flasim për problematika emocionale dhe psikologjike, mendojna që kemi të bëjmë vetëm me detyrimin me diskutu për idetë dhe mendimet e personit, por shumë shpesh ato ide dhe mendime lokalizohen dhe gjejnë një strej në trupin e vet klientit, duke shkaktuar problematika dhe blokada muskulore, simptoma të caktuara që pastaj mund të bëhen të frikshme, pra si tek lukthi, tek marrëmendjet e shumë tek marrëmendja, të një shtangim në gjoks, të një ngarkesë në supë, të një ngarkesë pas shpinës të farforme, të një ndjenjë blokadës tek barku, pra realisht këto pjesë emocionale, këto dinamika, këto kujtime përmes rrugëve nervore normal kanë gjetur një strej dhe kanë lokalizuar një memorie në farforme në trupin e njerëzit dhe psikoterapia trupore pra tenton me përfshi gjatë trajtimit edhe trupin. Dhe shumë shpesh hyn kadalale përmes identifikimit në trup, që shumë shpesh janë gjanat pavetëdijshme për momentin, më na kalu dhe më na kthy kadalale në ato përvoja problematike dhe më na shkarku edhe këtë simptomën trupor, edhe më na bë vetëdijshëm për qatë pjesën që mund të themi traumën ose përvojën tonë problematike emocionale. Pra, përfshin frymarrjen, përfshin muskujt, përfshin meditimin, realisht përfshin tokëzimin, ecjen, kontaktin e trupit tonë me realitetin, me gjërat për rreth në farforme, po gjithmonë në kontekst të qenit vetëdijshëm tërësisht për gjërat që na po ndjena në trupin tonë, në ndjenjat tona, në mendimet tona. Pra kjo ndodh edhe kur trajtohet depresioni. Pra përdoren të që të gjitha si psikoterapia pozitive si trupore. Po, gjithmonë gërshëtimi i qasjeve të ndryshme në bazë të individualitetit edhe shkallës së diagnozës është gjithmonë më dobiprerës se sa orientimi vetëm përmes një qasje, sepse një qasje është një filozofi e caktuar që shpjegon problemin dhe trajtimin, kurse qasjet të shumta marrin copëza të bukura dhe krijohet një mozaik ndoshta më i përshtatshëm për me i ra tamam individëve të ndryshëm për gjendje të ndryshme dhe shkallë të ndryshme të diagnozës. A jemi vetë ne që e çojmë veten deri tek depresioni,
apo është rrethi ai që ndonjëherë edhe mundet pa vedije apo edhe me vedije me na detyru mos me dash vetën tonë apo me pritu edhe që marrim frymë. Po normal, këto janë të ndërlidhura me njëna tjetrën, qësja psikoterapeutike tenton realisht me bë të vetëdijshëm, që të mos e them përgjegjës sepse mund të duket sikur ngarkesë në farë, por qësja psikoterapeutike tentojnë me bë të vetëdijshëm personin që ai kur nuk do mund të kontrolloj të tjerët, botën, universin, klimën, motin, pro do jetë ftoftë ose do jetë nxehtë nuk caktojnë ana. Që shkra me unë dje, karshia të moti është në qelsa tonë mentale dhe emocional. Do jenë të tjerët dashamir gjithmonë nëse do gëzojnë me suksesin nëse jo tonin, nuk e caktojnë ana. Që shkra me uqazë, më të varet, pra, fokusi psikoterapisë është që personin ta forcoj karshi faktorëve të jashtëm. Po normal, një nga vetë fakti që jemi qenje dhe sociale dhe emocionale, këta faktor kanë me ndiku shumë. Por na nuk guxojmë me interpretu si faje, se nëse na interpretojna faje është rrethi, atë rrethi nuk ndryshon, me shumë gjos nuk ndryshon edhe na. Pra ne do mbesim në atë grupën e pandryshueshmërisë në farë. Prandaj ne do shohim që kjo çfarë është rrethi është faktikja, de facto është, nuk ndryshohet, kështu pas ka qenë dashur të jetë me që është kështu, dhe ne do shohim çfarë mund të bëjmë që të kemi një qasje më të përshtatshme, më pranuese, edhe më të shëndetshme në farë me kashik. Ne po dalim këtu tek kinezët që janë mjaft të suksesshëm, ata edhe në librat e tyre shpesh edhe me të lexu kam kuptuar që e shkruajnë shumë herë që 10% është ajo se çfarë na ndodh në jetë, 90% se ne si sillemi ndaj asaj se çfarë na ndodh në jetë. Kështu që kjo ka shumë rëndësi, ti vëmë kujdes, sepse ndonjëherë kuptojmë edhe në këtë moshën dje po flisnim me Antigona Qenaj për menopauzën dhe ajo si duket tek ne gratë, femrat afër 50-ave dhe fillon ai një lloj vetëdijsimi, pjekurie, rritje, ti marrim gjërat pak më ndryshe, ashtu se siç e thatë ju që nuk mund të ndryshojmë të tjerët, por do të thotë ajo çfarë mund të ndryshojmë është ne se si ti qasemi gjërave që i ndëgjojmë dhe natyrisht për këtë është e rëndësishme të dimë dhe të kuptojmë pak më shumë. Jemi fare në fund diçka që nuk kemi përmend për depresionin, që është në të mirë edhe pozitive për dëgjuesit tanë. Për shembull, çfarë të menajanojmë kur jemi në fazën e depresionit dhe jemi në shtëpi, pa dyshim që na nevojitet psikoterapia, por si mund ta ndihmojmë veten tonë në kurse shtëpie me sa i përket depresionit. Ne për secilin gjendje diagnostike fillimisht tentojmë me ballthirrje që personat ta pranojnë fillimisht. Pra, le ta pranojnë dhe ta amërtojnë. Unë po kaloj një gjendje të vështirë dhe kjo është gjendja ime, dhe unë kam kohën time, unë kam e leju me përjetu këtë gjendje realisht, edhe pastaj të tentojnë me pa ku janë ato resurset e bukura dhe ndihmuese që mund të lëvizim pak disponimin e tyre, qoftë në ushqimet e preferuara, qoftë në takimet e preferuara, qoftë në çdo aktivitete që mund të ngjallin pak motivacionin në varforme ose çat çefin momental. Pra, me apo çefin vetës tonë në varforme, sepse jeta tek e fundit është e jotja, ke vetëm një rrugtim jetësor të vetëdijshëm dhe me u orientu pra në çdo filloj praktika që neve na. Më kujtove këngën e Shret e Belulit, shnosh mu kanë se bëhet mirë. Pa dyshim që po. Edhe muzika natyrisht që na ndihmon shumë, edhe na lehtëson shumë. Faleminderit shumë që ishe me ne dhe me sa po e shohim depresioni është i shërueshëm. Pa dyshim që po, bile as që kemi nevojë me e thon fjalën shërim, sepse nuk janë sëmundje, këto janë gjendje mentale, gjendje emocionale. Pra ne mund ta themi trajtimi, tejkalimi, monitorimi, menaxhimi në farë forme, rritja në për to, transformimi, pra si fjalë shumë edukate se sa shërim, sëmundje, me që sëmundja nuk kupton nuk munden. Pra këto duhet jo vetëm luftuar, por duhet edhe për t'i dashur, nga se janë pikrisht këto gjendje ankthi, depresioni që edhe na rrisin edhe emocionalisht edhe si karaktere personale. Një definim i bukur për shembull i depresionit është aftësia për të mos u aktivizuar emocionalisht në shumë çështje që neve na kanë aktivizuar. Pra nëse deri dje me shumë përgjegjësi kemi marr punën, nëse deri dje me shumë përgjegjësi kemi marr dolët sociale, nëse dje me shumë përgjegjësi kemi marr nevojën për me u duk bukur, pra depresioni është një aftësim i pavetëdijshëm për të mos u aktivizuar këto përgjegjësi. Pra aftësia mos më na interesu për punën, aftësia mos më na interesu për pastërtinë, aftësia mos më na interesu për njerëzit. Pra çka ka më mundësu që kjo aftësi më zhvillu te vetja jon. Më na kthy në një ekuilibër ku na japim
kuptim dhe vlerë pse po e bëj. Pra nëse kam e bë, kam e pas rëndësi për mua, jo vetëm pse duhet. Pra gjithmonë secila diagnozë është një lloj tërheqje sikur e shigjetës ose trampolinës, që kur lëshohet ajo tërheqje ka më na çunë në një nivel shumë më të lartë, emocional edhe mental, edhe të favorshëm për veten tonë. Pra gjithë secila diagnozë është mekanizëm i rëndësishëm mental për më na përmirësuar në një çështje të caktuar. Petrit, faleminderit shumë që ishe me neve. Kënaqësia imja, faleminderit gjithashtu juve për ftesën. Po pra, me neve ishte psikologu klinik psikoterapisti Petrit Taqi, dëgjuam për ndikimin e psikoterapisë tek depresioni dhe çfarë thot psikologjia depresionin, kështu që e dëgjuat edhe ju. Ajo çfarë na ndodh ka shumë rëndësi se ne i qasemi. Andaj ti marrim gjëra të shtruar, të mendojmë më shumë për brendin tonë, për atë se çfarë ne duam dhe çfarë neve na bën mirë. Depresioni është i trajtueshëm, i menaxhueshëm dhe i tejkalueshëm.